Hisari është një nga lokalitetet më të rëndësishme arkeologjike në Kosovë. Interesimi për këtë vend është i hershëm. Shkrimi i parë për lokalitetin arkeologjik të Kastërcit u botua në gazetën Rilindja në vitin 1982, me titullin Hisari vendbanim i lashtë shumë shtresor. Fadil Bytyqi, profesor studiues i trashëgimisë kulturore, tregon më shumë për historinë dhe rëndësinë e këtij lokaliteti arkeologjik. Për faktin se deri vonë askush nuk ka ditë se ekziston diku. Përpos njerëzit që kanë jetuar në territor, pra në territorin e Kastërcit, e Mishorit, ku është punu toka aty. Mirë po është të vërtet si studenti historisë, sidomos pasi që shkova në postdiplome studime në Romë, pash atje vlerat arkeologjike se si trajtoheshin dhe duke marrë informacione prej banorëve që punonin atë tokë, prej pronarëve të tokës, se aty dalin disa tjegulla, disa qeramike të thyra, atë shkova dhe e kontrollova terrenin. I mblodha disa copëza qeramike dhe e pash se kemi të bëjmë me një lokalitet shumë të lashtë, madje në bazë njohurive të mia që kisha fituar gjatë studimeve në Romë sidomos, konstatova në mënyrë hipotetike se këto pjesë janë pjesë të epokës e neolite, që për publikun ta sqaroj, epoka neolite është 2500 vjet para epokës sonë. Dhe kjo më befasoi shumë. Pastaj u futa studimeve të çatyre pjesëve dhe i botova atëherë në vitin 1982 për herë parë në Rilindje, një gazetë reprezentative që ka qenë e kohës, me rubrikën edhe të kulturës edhe të artit dhe shkencës, dhe aty e botova shkrimin e parë, për herë të parë, që u mur vesh se kush është ky Hisari, me titullin Hisari vendbanim i lashtë shumë shtresor arkeologjik. Gjatë viteve janë zbuluar objekte dhe struktura të ralla që ndriçojnë qytetrimin e lashtë të kësaj zone. Fadil Bytyqi tregon disa nga gjetjet më të veçanta. Dhe një befasi e madhe ishte kur gjeta dhe një monedhë prej arit perandorit Arkad. Perandori Arkad ka jetuar në shekullin e 4-5 para të epokës sonë. Dhe ata ja dhash me njëherë Muzeut Kosovës dhe sot ruhet në Muzeun e Kosovës. Vazhdova deri në vitin 1986 dhe deri në atë kohë i botova më tepër se 3-4 artikuj lidhur me Hisarin e Kastërcit. Së bashku me Muzeun e Kosovës, në vitin 1986 nisën hulumtime tjera provuese, ku aty gjetën në 3 metra thellësi shtresën e neolite. Këto gjetje vazhduan edhe gjatë viteve të tjera. Në vitin 1986, Muzeu i Kosovës organizoi hulumtimet provuese, apo si që thash, sondazhi, për të parë se çfarë ka aty. Dhe befasisht 3 metra thellësi gjetëm shtresën e neolite për cilën unë veç kisha shkruar më herët, bazuar në gjetjet të rastit që ka dalë prej tokës sipërfaqe. Pra kjo është ajo. Dhe gjetje tjera mandej pasojnë gërmimet 2009 dhe si vjet, këtë vit kanë vazhdu gërmimet, pra aty ka një specifik të Hisari, sepse jeta ka vazhdu në kontinuitet prej epokës e neolite e deri në shekullin e 12. Spaku kështu kanë dalë rezultatet e gërmimeve të mëvonshme që i kanë bërë kolegët e mi, arkeolog, nga Instituti Arkeologjisë dhe nga Muzeu i Kosovës. Strukturat e zbuluara dhe artefaktet tregojnë shumë për jetën e banorëve të lashtë, një dimension tjetër i rëndësishëm kulturor. Demanton historiografinë veçantisë serbe, ku ata mendojnë se Kosova është si lokalitet, si ambient, si shprehje gjeografike, si etnitet, vetëm prej epokës së ardhjes së slavëve. A harrojnë se historia është shumë para ardhjes së slavëve. Dhe kjo dëshmon se këtu ka jetuar një komunitet me një etnicitet të njohur botërisht që e quajnë Dardanët. Dhe vetë historiografia, studimet historiografike kanë dëshmuar se Dardanët janë pjesë e trungut ilir, e rrjedhimisht ne jemi pjesë e çatij trungut Dardano-ilir. Këto dëshmon më së miri edhe lokaliteti i Hisarit të Kastërcit. E bukur që më pëlqen
arkivi më i mirë i historisë është toka. Aja ka rujt me xhelozinë e vetë atë identitet tonin kombëtar që e kemi sot falë pikrisht gjetjeve që jo vetëm në Hisar, por gjithandej kudo që jenë bërë në treven e Dardanis e dëshmojnë se këtu kanë jetu Dardanët, se para ardhjes së slavëve këtu ka pas jetë, këtu ka pas civilizim dhe pikrisht edhe Hisari është një tregues shumë i mirë ose kulmi i saj është gjetja e një territori të vogël aty që quhet në terminologjinë arkeologjike Panteoni, që i bie ato objektet e kultit. Mes tjera është një kishë karakteristike paleo-kristiane e shekullit të 6, që është raritet pothuajse në Kosovë, është shumë e rrallë ai tip i kishës, sepse ka 3 hapësi, përkatësisht quhet 3 kongë. Gërmimet arkeologjike gjithmonë kanë sfida, si teknike ashtu dhe profesionale, por bashkëpunimi i tij me kolegët bëri të mundur që të arrishin rezultate të mira. Ata nuk janë sot në këtë jetë, sepse ka kohë, ka vite, afër 40 vite, kur e kam zbulu për herë të parë Hisarin e Kastercit. Ka ndihmu shumë profesori i jem, mentori i jem, i studimeve postdiplomike, profesor Dr. Zef Mirdita, profesoresha Edi Shupiu, arkeologi i shquar Fatmir Peja, arkeologu që fatmirësisht sot është gjallë Kemaj Luci, dhe normalisht dua të falenderoj edhe pronarët e tokës, e në veçanti profesorin e historisë Nuhi Bityqi, i cili ai ka rujt një numër konsiderueshëm të materialeve arkeologjike e pa hezitim gjithmonë mi ka dhënë për t'i marrë për studim dhe për analizë më të tjeshme. Të gjitha këto gjetje më të rëndësishme u publikuan më vonë edhe në botimin e tij në katalogun e parë arkeologjik, titulluar Trashëgimia arkeologjike e Trevës së Suharekës. Fatmirësisht, këto publikime ndodhen në botimin tim që e kam quajtur Trashëgimia arkeologjike e Trevës së Suharekës, një katalog ku i përfshin jo vetëm Hisarin, normal dominon Hisarin, po dhe pjesë tjera, lokalitetet tjera arkeologjike të Suharekës. Zbulimet e Hisarit kanë ndryshuar ndjeshëm mënyrën si e kuptojmë historinë e Suharekës. Trashëgimisë kulturo-historike të komunës së Suharekës. Dhe rrjedhimisht komuna Suharekës me Hisarin e Suharekës, se kemi edhe një Hisar, lokalitet i famshëm arkeologjik, me tumat e Dubi Qakut, me tumat e Shirokës, me tumën e Gjinocit, me tumën e Neprëbishtit, e disa lokalitete tjera arkeologjike, Kalaja që ende është në proces zbulimi në Vraniq, e tjera janë një thesar kulturor i trashëgimisë kulturore me të cilën komuna Suharekës mund të krenohet me te. Edhe pse komuna ka ofruar mbështetje, nuk ka qenë në nivelin e nevojshëm për të përmbushur kërkesat e punës. Megjithatë, edhe ajo përkraje që është dhënë vlerësohet dhe konsiderohet e rëndësishme për vijimin e aktiviteteve. Në Kosovë nuk ka ndonjë farë, si thuash, ndonjë farë interesimi kështu në kuptimin e ndihmës konkrete, materiale, sepse pa financa nuk kryen këto punë. Këto edhe institucionet komunale të komunës Suharekës, padasht me hyjë në partit të gjitha, domethënë të gjitha partit politike, nuk ose kanë mujtë me dhanën ku me ditë sa kontributin. Po brenda atyre mundësive kanë bërë diçka, kanë lëviz diçka në këtë drejtim, dhe unë i përgëzoj për ato lëvizje. A është mjaftueshëm? Absolutisht jo. Hisari ka potencial të madh të bëhet destinacion kulturor e edukativ për vizitorët. Megjithatë, për të realizuar këtë potencial, nevojitet zhvillimi i infrastrukturës e cila mundëson prezantimin dhe shfrytëzimin sa më të mirë të vlerave të tij arkeologjik dhe kulturor. Namtët mujnë me u ngjit kodrës për pjetë, aty duhet rregullu mas pari rruga. Aty duhet bërë një infrastrukture. Një formë tjetër e mirë e promovimit të qytetit është edhe vendosja e hartave orientuese. Megjithatë, sikur të kishte një hartë më të madhe, turistët do të mund të orientoheshin më lehtë për lokacionet dhe vendet që ia vlen të vizitohen. Në këtë hartën për shembull këtu, kjo është një punë që ka bërë ideali shumë e vlerë, për cilën e përgëzoj, se i pa një huaj, ose një turist, ose qoftë edhe një kosovar, që e qëtë puna kënej dhe ka pasion trashëgimin kulturo-historike të një veni, a i mas pari do të orientohej pikrisht këtu dhe këtu ka ky lokalitet, du me shku me këshyrë. Po kur shkon atjet me rohet, sepse rruga, sa do që shumë afër është ofru rruga,
kanë metë edhe një 200-300 metra, do duhej me bë komuna diçka që me çu spaku deri aty rrugën asfaltume dhe pastaj pjesa tjetër mund të kalohet edhe në kamë. Në fund, profesori jep një mesazh për publikun dhe të rinjt. Le të zhyten në botën e fakteve. Le të zhyten në botën e fakteve. Sa herë dojnë me thonë diçka. Përndryshe dalin dilitant me profesionin e vetë. Le t'i faktojnë gjërat. Le t'a respektojnë etikën profesionale. Mos t'a hudhin punën e dikuj që ka bë para tyre, po gjithmonë për shkak të etikës profesionale t'a çmojnë dhe t'a vlerësojnë. E jo të krekosen duke marrë materialet prej dikuj tjetër dhe duke i prezentuar si të vijat. Dhe ky është dilitantizëm profesional.